kush nuk po e lë rehat Dorisën. Influenceria e njohur duket se ka gjetur veten në qendër të një vërbulle thashethimësh dhe sulmesh të njëpasnjëshme, që po tentojnë t'i aprishin qetësinë e përditshme. Prej disa ditësh, rrjeti filloi të zjente nga dyshimet për një krizë të mundshme në martesën e saj. Shkaku, një detaj që nuk u shpëtoi ndjekësve. Mungesa e unazës së martesës në Gisht. Por, para se aludimet të merrnin dhimbje, ajo doli vetë për të sqaruar të vërtetën. Arsyeja nuk ka të bëjë fare me ndonjë krizë në qeft. Dorisa tregoi se 6 tazanisë së fundit gishtat një arritur dhe aktualisht asnjë unaz nuk i bën më. Për të mbyllur gojën çdo zëri që shpresonte për një ndarje, ajo konfirmoi se pas 9 vitesh bashk, dashuria e tyre vetëm po forcohet. Dhe fjalë si krizë bashkëshortore thjesht nuk ekzistojnë në shtëpinë e tyre. Por kjo nuk mbaron me kaq. Pasi gjërat para pak ditësh morën një rrjedhë shumë personale. Dorisa u detyrua të bëjë një reagim tepër të ashpër publik, kundër atyre që po e fotografojnë dhe regjistrojnë fshehurazi në ambiente publike. Ajo shpreh se kur bëhet fjalë për fëmijët, i ndizen të gjitha kampanat e alarmit. Influenceria denoncoi njerëzit shpirtlik që po tentojnë ta dëmtojnë me histori të sajuara vetëm nga inati. Duke theksuar se në shtetet si Gjermania ku ajo jeton, pikërisht nga njerëz të tillë, prindërve u rrezikohet edhe kujdestaria e fëmijëve. Në atë reagim, ajo nuk u kursye as pak, duke i quajtur kritikët buburec, dhe duke kujtuar se minimalisht në muajin e Ramazanit nuk duhet i bëhet keq askujt me vedije. Mesazhi i saj përfundimtar ishte i qartë, se kushdo që mirret me jetën e saj, duhet ta mbylli gojën. Në fund të fundit, kjo situatë na tregon qartë anën tjetër të famës në rrjetet sociale, duke dëshmuar se të qenurit personazh publik nuk është asnjëherë aq lehtë dhe e bukur sa duket përmes ekranit. Ju mos harroni, na bëni follow për të tjera lajme si ky.